Afrimiteti mes Dolces dhe Lim Hotit ka rënë dukshëm në sy gjatë 2 ditëve të fundit brenda shtëpisë së Big Brother, duke nxitur menjëherë komente dhe spekulime nga publiku. Dyshja janë parë shpesh duke qëndruar pranë njëri tjetrit, duke kërcyer së bashku dhe duke shkëmbyer biseda të afërta, çka ka bërë që marrëdhënia e tyre të komentohet gjerësisht si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë. Kulmi i këtyre afrimeve u shënua pas spektaklit, ku Dolce dhe Limi u panë duke shkëmbyer një puthje në buzë, moment që u bë menjëherë viral. Kjo situatë ka shkaktuar bujë edhe më të madhe për faktin se Limi është futur vetëm prej pak ditësh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ai njihet gjithashtu si ish partneri i Alba Pollozhanit, për të cilën ka deklaruar se historia e tyre ka përfunduar prej muajsh. Nga ana tjetër, Alba ka mohuar një ndarje të tillë të prerë, duke u shprehur se komunikimi mes tyre ka vazhduar për një kohë të gjatë, gjë që bie në kundërshtim me atë që Limi thotë. Tashmë mbetet për t'u parë se si do të evoluojë raporti mes Dolces dhe Limit dhe nëse kjo do të kthehet në një romancë të re brenda shtëpisë.